Në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është zhvilluar seanca gjyqësore për dosjen Metamorfoza, ku të pandehur janë ish prokuror, ish zyrtar policie dhe persona të dyshuar si antar të një grupi të strukturuar kriminal. 5 prej të pandehurve kanë kërkuar ndarjen e dosjes, por SPA ka dalë kundër, duke thënë se mund të dëmtohet shqyrtimi i çështjes. Trupa gjyqësore e Tleva Desa, Flora Hajredinaj dhe Irena Gjoka kanë vendosur të marrin kohë për të shqyrtuar kërkesat për ndarjen e çështjes dhe për përcaktimin e formës së gjykimit, duke shtyrë seancën për datën 23 prill 2025. Avokati Arben Nela, përfaqësues i ish prokurorit Xhevahir Lita, kërkoi gjykim të shkurtuar dhe ndarje të çështjes për klientin e tij, duke theksuar se hetimi ndaj Litës ka përfunduar dhe nuk ka prova për t'u paraqitur. Në të njëjtën linjë, avokati Gentian Rumano kërkoi në emër të pandehurit Ardit Hasanbegaj gjykim të shkurtuar dhe veçim të çështjes, duke theksuar se i pandehuri e ka deklaruar këtë qëndrim që në seancën paraprake. Gjykim të shkurtuar dhe ndarje nga dosja kryesore kanë kërkuar dhe avokatët e Asmer Bilalit, Oltjon Bistrit dhe Behar Bajroviçit, të cilët theksuan se nuk kanë kërkesa për marrje provash apo pavlefshmëri të akteve. Ndërkohë, Pëllum Gjoka dhe Edmond Preka nuk pranuan gjykimin e shkurtuar, duke kërkuar që procesi të zhvillohet me rregullat e gjykimit të zakonshëm. Avokati i Gjokës, Gurali Ibrahimllari, deklaroi se klienti i tij akuzohet për bashkëpunim në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal dhe se gjykata duhet të ishte njohur më parë me qëndrimin e tij, përpara se të vendoste për formën e gjykimit. Prokuroria e posaçme, përfaqësuar nga prokurori Arben Kraja, ka kundërshtuar kërkesat për ndarjen e çështjes, duke argumentuar se kjo mund të ndikojë negativisht në shqyrtimin e përgjithshëm të dosjes Metamorfoza. Sipas tij, provat janë të qarta dhe të përshkruara konkretisht në fashikuit nga faqja 86 deri në faqen 100, ndërsa të dhënat e siguruara nga aplikacioni i komunikimit të koduar SkyECC janë harmonizuar me prova të tjera materiale.